E qa ke priti këtu me dhonën e pizza? Në që se mujna me mbje tu këto thim, pi tham unë e ka me të bleti pizza. Jo, përshëndetje shqipat e mia dhe mirë se erdhët te një lojë që pasha zotin shqipe. A dini pikur e kum marr edhe kum lanë qëtu kompjuter me mnet prej verës. Dhe me thonë prej kur ka qenë vera. Dhe me thonë korrik agusht, më kujtojt cilin muj veç qatë herë. Atë shtator në fillim, nuk e di shqipe amo prej verës e kum lanë qëtë loj me lujt. Pastaj s'ku mujt se u t'ka qenë darshma, pushime to sen e vene, pastaj kur jam këthuj këtu. Jo, dë loj atire kum pas liste, kum arru këto krejt, ama dini sa kum pas me lujt shqipat e mija. Se është ngjarje e vërtet. Shëndetje apet, mirë se erdhët zyrtarisht, dhe loja komplet që kena me lujt që thirë Tales Beyond the Tomb, White Silence. është ngjarje e vërtet, e njojmë këtë firmë shqipe për 616 që është i bon tash Tales Beyond the Tomb, edhe është epizodi 4. Ngjarje e vërtet që ka ndodh, mos të bëj spoiler, ama ka të bëj me borë edhe në kodër në për Himalaje, Alpe. Kështu që është ngjarje e vërtetë që patëm ja ju kisha thonë mos e shtyni videon, uluni, qetësoni mendet e shka me pi me hungër edhe po shkoj na fije për pej. Po shkoj na fije për pej që patëm ja me e këshyr edhe me e po se çfarë lezeti është te kjo loja. Çka ka me pas, çka interesant, po kam qef sen me shty. Po kam qef me shiu. Sa është ngjarje vërtet, do me ditë krejt se çka ka ndodhur. A përshë shqipe ku po shkon? Kjo loja po thotë është e bazuar e inspiruar gjithashtu prej ngjarjes vërtet që ka ndodhur. Dhe me thonë prej ngjarjes vërtet. Emrat edhe personat janë ndryshuar për me fshej identitetin e viktimave. Për shembull, nëse mund ndodh diçka, nëse këta bëjnë një lojë për mua, nuk ma qesin aty fytyrë me thonë që ta olon ti që ti ka ndodh diçka. Se nina keq une. Okej, po s'ka ndodh shqipe në Rusi, ose jo, s'ka ndodh në Rusi, po ti është po e nis prej qetu, se normal, në 1993. Among the frozen mountains lie ancient secrets. Tales so dark they were never meant to be uncovered. Those who dared to seek the truth never returned. Në për qata kodra ka një sekret, po thot. Edhe ata që kanë dosh me gjithë vërtetën atje, me shku me kërku të vërtetën, kur s'jan kthy mo. Qenë ka interesant shqipe. Edhe shifni se sa është ora që jem të e lujt lojen. Shpak nuk e di pse po bën dritë kamerë. Okej, që është 5 minuta në 12 shqipet natës, pas mes natës. Kështu që natën pak më frikshëm, se ditën apet s'ma kish një, ama natën diqish ju e shini nesër ditën këto. U ka t'jar ftëf këti personit. Duhet një kafe e nxet. Po, pa tjetër. Të me thonë unë e pos në ardhë me makinë shqipet. Be qfar vibe-it mirë, bro. Okej. Një kafe e nxejt. Përshëndetje. Qa kiti miq, kështu qa. Okej. Ku ka të fjet ndo këtë se penit të kërhat. Ej. Hello, zotëri? Jeto fjet? Wake up the guest. E qova për gjumit, u dasht me fol. Miq? A i mirë, miq? Miq, që për gjumit, miq? Që se ku marrë me bledi shka? Ku bro, se një gjysh. Anë shumë vona? A jeti i këtuit? Jo, vesh unala me bleni kafet në zet për me vazhdo thtimin. Apo rrugtimin. Askush në këtë kod të vitit nuk vjen po thot kënej pari. Ku jetu shku t'i kështu? Jem të shku të Diat Love, për thom. Dishka personal me kështu ati, personalisht. A ka në problema? Diat Love, edhe ti po dhe ti kuriaz me di se që ka ndodhë që ati janë? Apo?
Emri jam është Aleksej Morozov, unë jam të e shkruajt një artikël për që qata alpinistët që kanë shku atje, do më thonë koder. Po thot baba jem, që ka që njoni prej qatyne që ka shku atje alpinistë që kanë shku, nuk është friksu prej as një senit, po thot qaj. Unë i kom pas vetëm 7 vjetë kur baba jem ka vdek. Po vjen shumë keq për këto. Mirë po, se qysh kanë vdek ata, dyqysh shumë jo e zakonshme. Besoj se që kjo çështje do të më hap përsëri me kështu se çysh ka ndodhur. Ata nuk kanë vdekur, ata janë marrë prej dikujt, domethënë janë kop. Vesh pak, qysh po menon të janë kop. Apo don me të mësu diçka unë. Ma mirë këthe unë shpi me migjen. Shka ku ke jetu knaço, se s'ki qa me shku atin kodër me këshyrë, adin me zbulu. Une s'ku marrë ton këtë rrugë e kom bon edhe mu dërzu në fund. Une jem pregadit për moti për këto. Guxim myt po thot është i pëlqyer, po ma qenë mollin si baba jem. Po krenuna që pe takaj djalin e njonit alpinist që ka qenë atje baba i këtij, domethënë. Kom lexu diçka për Nikolajin. Mund është po thot mikëshyr, janë do farë si memoriale, edhe mund është mikëshyr, po thot aty ka disa foto edhe disa dokumente. Edhe pas taj normal kafën që ku e ki maqinën që aty, faleminderit. Examine the case memorial, okay, vetëm pa ku e kalon, kjo tha shipe, shikoj e tha case-in që aty. Që? Bro, a jenë foto të vërteta? Shipe, a jenë foto të vërteta? Para se kena shku po thot atje te kodra, jena nërë të vishaj, të një lagja aty, i kena morë disa supply, disa rezerva, edhe i kena nejt një not me një kulm të nëzet aty, të më thonë. Prej aty, s'ka vesh borë ka pos, edhe heshtje. Okej. Kjo është tragedia që ka pos ka ndohë shipe me një shkurt. 9 alpinist, apo kësi shipe që shkajnë adin, që hecën, që kanë qef me shku Alpeve adin, që kanë shku atje në Mount Otorten po thot, pas disa dite janë gjetë prej këtyne. Tenta ku kanë fit aty, është prej me thik tenta tyne, edhe janë marrë trupat aty. Ishin kon ka mos trupat pa roba. Pas disa hetimeve po thot, është mbyll këtë çështja. Dhe me thonë se që ka ndodhë atje, policia mo nuk ka ima thell me këshyrë. Që pastaj këtu me helikopter ku pës kanë orë me këshyrë. Pas disa jave po thot, kanë shku ata me shiku atje vetë. I kanë po disa shenja aty, që e në bëllu me borë. I kanë gjetë disa trupa po thot prej tentës aty. Mos mërnonën, mos janë nisve më tut me një mërmut. Farmuti. Ata që kanë guxim me u këthy këtu, nuk këtheja në mund njej qashtu. Une ko me shku pithëm atje me kërku dishka. Se une a i dëgjove që ato? Pithëm kur gjon vetëm borën shtoroj jashtë edhe që po frynë adin. Fortuna. Stoia. Ja mirë po thot vetëm pak i lodhët. Për nushe emri jam është Mikail po thot. Duhesh me u kthy ma shpejt në rrugë adin me hes. Sepse kom dëgju se sonte kom u koni stoi shumë e keqe. Faleminderit që ma tregove qëtë memorialin Mikail. Unë jem të shku me marr kafën edhe po iki. Edhe majen men, mos i le zërat me t'hin menje tone. Që do me thonë kjo? M'fal, nashta ka jerë foli pak se shumë, unë amo vetmia edhe kjo kua i ka bën njerës të çmendur. Mos tanin, vjen mirë që takova Mikail. Ko keni njeri mirë. Vetëm që më dole pi për mosi që ashtu s'un pëlqej. Okej, ku më qaj kafja? Maqina që ka bën kafe. Që? Amo nuk po më thot njëherë me bo kafe shipe, po më thot që ka mere kamerën prej makinës, një kamerë. Okej. Edhe besoj me qitë në foto që aty dhe file boardi që qito. Okej.
Besoj që na duhet, na shta këti pi duhet. Do na pak me shekirat shqip, hajde ta shekirat mi. Okej. Mirë. Okej. E kena foton edhe tashim duhet kafja, po pa tjetër një kafe nxet. Blek kafe të zez, kafe me qumsht, kafe të furt. Apo cappuccino, shqipe një kafe të furt. Edhe pse unë e pi kajer cappuccino, macchiato, espresso, amo kafe e furt në shtonë espresso. Hajde shqipe ta pi në rahat, sepse është një stuhi e madhe shqipëtëmia. Ky migja na boni pak me dije që s'bën me shku atje, tha se ata që kanë shku se në këthuj, bro, kupe e kuptej që është gjarje vërti shqipa. A dini qysh po njëm. Po mirë be miq, po apo ki pun ti këtu. Miq, apo ki pun be miq ti këtu, valla po vjen keq që po t'lo vet, po nduhet me ika, gëzuar miq, edhe e se t'puthi njerë, se po shka ju. Ajt, ciao miqo. Ciao miq, unë e po iki, bëlla që derën. Edhe shqipët e mija na po ypom. Po duka me pi kafe njëherë, okej. Valla be shqipe ko gja një qka me thonë, një ko e ftaft. Shumë e ftaft. A pite mërë më kafen. Ajë se s'pas ka mo. U argju. Okej, mirë. Ate po i pëm shqipe në makinë dhe po vazhdojna udhëtimin ton. Shme dhejzë, mërë. Qa ki mërë te? Qa po m'dela shtu mërë? Ja thot mishtin e mërmut. Unë friksove. Zotnia, jetu mni. Më fal, nuk do shta me të friksu. Së m'poje që jem makina? Kjo ku ka kon hajnë, po s'ka dosh me ma vjell makinën, po se s'm ka po që jem une aty. Miq, qa ki? Ta më këshyrë. Emër? Që mërë sytë që shi pas, ka? Sytë e kept. Më falë po thëtë se kove të funit s'kom pas sen. S'kom pas hiq sen për moti. Më falë për thëmë se nuk e dita. Më stanin po thëtë. Bese që është po thëtë ma e mire se që më ka ndodhë mund që kja. Une muj me dëgju ato. Aja më shikon në koder. Sikur nona natyrë. Që ka e do folmer? Shtriga. Aja hynë në mendjet e njerëzve. Aja shkën pëllot në për këto kodrat. Në falë zëtëri për më duhet me shku mu. Pak e pas ka kop shqipe këto. E gjeli. Syt ju pas kanë. Valla ki kujdes Mr. Aleksej. Në këtë ftaft. Se mundet me menën tonë me lojt. Vish pak, ku pedin e mëjnë tem. Aja më ka të regu mu. Aja më ka të regu. Po e diti më kjo që që ka më në emrin e shqipe? Une nuk e di shqipe që që diti kjo emrin. Emrin tem, po gjithsesi. Gjithsesi shqipe na po vazhdojna udhëtimin ton. Edhe valla merdh keq për qatë burren. Okej. Qfar pa mi far pejsazhi bukur. Duhet me marr kamerën edhe me shku me qitë në foto, po thot. A marim qatë kamerë. Në kamera mërë. Ajde shqipe. Ta qesmi në foto edhe makinën edhe këtë pejsazhin. Ajde ta shekirat mi tash. Sa bukur. Shumë një foto e bukur shqipat e mija.
Okej. Tash besoj... Ha, e pëlqeva foton. Ma mirë është tash me hecna, okej. Ato është jipe na tash... me hec me makinë? A veto për foto ko këshna nolë që tua? Bro. A ka rrugë që nejna mes drejta? Okej. Bro, inshallah sumjet makina shipe kënej pare. Qfar rrugë? Bro, imaginoni me na jetë makina. Që po thot? Ka dal, du t'me ec edhe... Mirë. Qfar rrugë? Po më kujtohet shipe sigurun e tash që kesh në Kosovë ku më shku atje me një ven që ka pas që shtu burë tash edhe jena kon të jetë se shumë burë. Tu po do të më nalë shipe se s'pas ka rrugë ma tutje. Që tu ko ka se gjeje Viktorin po thot. Që kjo Viktori? Ej, a je ti Viktori? A je ti Viktori? Jo, në jamaj. Qysh po kalon, për thom shipen këtë ftoft. Bro, qysh po kalon? Duna me gjithë Viktorin shipe, nuk e di ku shon Viktori. Por besoj ai që kom emni mund do shta për me shku në Himalaja, adin, thjesht me ton. Kërkojna shtëpit, qkojna qëtu. Kjo ko ka kish mdukët, jo, shtëpin e pastorit nështa. S'po përgjigjët askush. Që qëtu. Jo. Me dhe qëtu. Okej. Viktori, që edhe një shtëpi kënej. Se posh. Viktor? A je Viktor kënej? Nisin i zon, po... Ja. Ku mundet më konë mërë Viktori? Që një burë? Mëso që kjo Viktori? Hello? A mundesh me më një mu pesem të e lip Viktorin? Ti vetëm sa i ke gjithë Viktorin? Që kjo koka? Unë jam Aleksej Morozovi edhe... Ta kom qur një letër unë ty para një muji. E kom marrë letrën tone. Valla, shumë njerës kanë qenë kurioz me shku të qaje kodra atje. Një malaja dhe me mësu për qatë rast. Amo, adin, dush me pas kujdes. Unë e për kom qef që ti më konë udhëzimi jem. Mu më duhet ndima jote për me më tregu se qysh me shku atje. Edhe me ma tregu pak... që ata që kanë shku atje si janë këthuj me ma tregu pak në gjarin. A je to e ditë për thë se qka e të mpytë se kjo nuk është shaka, kjo nuk është vetëm thashe thejme. Që ata njerëzit e ri që kanë vdek me një mënyrë shumë të keqe për thot. Unë e po du me gjithë hetim evidencë që më tregon se qka i kanë ndodhë aty, diçka bile me gjithë për ta. Se familjet e ty në alojën të kërkuat në shpjegim. Edhe unë jem qaj që ty me të qu në këtë ekspedit atje, dhe me thonë në thëllëthim. Unë e kom me të uzu ty atje, mirë po, ki kujdes, po të parele mërej, se kom u kon një udhëtim shumë i gjatë, edhe ki mu ngrin, kom u kon shumë ftoft. Faleminderit. Të garantoj se kom me të pagu e shumë, kom me të pagu mirë për që tonë që po më një manë. Unë nuk e bëjnë këto për pare, unë e admiraj guximin të Mr. Aleksej, edhe ti na pak mrena dhe të nxej na pak, okej? Se da shta kif tëft. Okej, që da marrë qontën të makina edhe vi brenda. Ku e ke shpin? Këtu.
Po duke shipe Viktori një burr i mirë. Bro, e niva një qen. Bubi. E niva një qen shipe të le. Por duke që se pash, uke. Okej. Ja ku jemi shipe të Viktori këtu. Po duke shumë i lodhur, po thot. Ullu pak aty po shë dhe ha najse, nesër po thot, kur të lind dielli, shkojna. Faleminderit shumë që po më mirë pret këtu. Munesh me nej të dhoma jote, të dhoma jeme, unë po flen që tu në kauç. Jo pse nuk po du me qit punë atë, unë muj me fjet në kauç këtu, s'ka problem. Ja bëm mos tani, se kam qef me nej që tu ofër zjarrit unë. Munesh milon senët e dhoma edhe me shkollart. Është pak as kam flashlight, ha? Me lan po thot që pe qontën të dhoma. Që qëtu qontën edhe këto. Bro, qëfar shpi pas ka mërë ky? Një letër. Mos o mërë në ky mbytësi. Këto kodra më kanë thirë mu, si kur në konë të prit diçka për meje. Okej. Walla shipe. E mora një kaset me shtinja dhe me ngu qa po thot. January 25, 1959. Third day of the expedition. The weather is bearable, and the group seems in good spirits. Nikolai brought some supplies that he needed, as always. The mountain is beautiful, untouched, silent. I have a good feeling this time. This is going to be special. Okej, e dëgjom shipe një kaseta parë që ko kanë morë dhe inqizime. Kinse adin jena to ecë mirë, adin anë i knes kena naj problem, e qishtu. A shikaj pak shtëpinë që ti Viktorit. Okej. Viktor? Po jemër? A i vendosë këtë atë nalë? Po, është ma nëzit që tu. Kjo i farë floka këto është e vjetë, po thotë mirë po kur s'm kalon poshtë, atë ullu që aty në që se dush. Po, pa tjetër. Po ullun pak e po nëzejna qëtu. E mërë Viktor. Apo menon edhe ti, se që ka ndodhë atje. On është një vend i qetë këtu. Sikur on është nëllë koha këtu të ju. Heshtja e kodrës nuk është e thatë. Të shikon, të dëgjën, të pret. Ka njëherë edhe ma shumë se na që dëjmë. Ka diçka çuditshme në ajër jashtë. Prej kur ku morë këtu, e kam një ndesi kur dikush të më shiku mu. Këta kodrat kanë edhe sy, edhe kujtime, ki me kuptu me kohën. A jetën ti këtu vetë? Kum hup shumën mirë por nga një herë, gjithë shka shkan ashtu. E gjenë një rrugë që shmo këthim mbrapa. Pusha, nesër, kom ka një ditë shumë e gjatë, edhe ftaft, okej. Natën e mirë, Aleksej. Shpesej ondrat mira. Dhe më thonë me shumë e fjetën, a? Viktor, mos ga bë me bona i sen, se po duke është burri mirë, se në balë pështynja, vënin që po të thëmë. Se po duke është burri mirë, se kisha menu që ti bën e sen. Dhe ma zion është në gjarja e vërtit. A pjo duke të bëshipe sikur një me ky. Po që të kodrën e kam pos fjallën, a? Bro. Kjo edhe një letë, vesh pak. Ta lexoj, mos ka dishka. Okej. Atëherë po shkojna shqipe me fjet. Edhe po qomi nesër mëngjes, edhe po shkojna me Viktorin me mësu të vërtetën se çka ka ndodh në këtë kodër apo Himalaje, që ata njerëz që kanë shku atje mo nuk janë kthy. Dojna me ditë na shqipe se çka ka ndodh, okej? Dojna me ditë edhe ato. Dojna me ditë shumë mirë.
Po m'pëlqen si story shipe. Janis si që në fillim Janis e me m'pëlqy. Ky Viktori, s'po di qa me thonë për këtë Viktorin. Nuk po duket i keq për momentin. Amo shtëpijat e tjerëve të kujna janë këtu se. Për shembull që ta shtëpia që anet ku janë. A jetojnë tjerë këtu apo... Por për menon që është në gjarje e vërtet, ashtë s'po din shipe kush ka mujt me myt ata në kodër. A i ka myt naj njeri, apo naj kryes. A i normal kryes tash na me këshirë kështu me imaginat në gusht e deal i 18 në 1993. Okej, jam zgjupi gjumë me qipët e mija edhe në shkua me shkue te... A mujna pinalt me kësy? Jo, qkojna te Viktore, Viktor. Ha, ky ko ka bo gati, du na me ik po thot para se na zë nota, son shumë ftaf natën po thot, jam gati. Ti kum qit jash senet e tua që kanë me të dosh, qontën edhe senet e tjera, okej. Talon që ne i kamerë nashta keni qef me ledzugat e nalë që përna thot objektivi. Gjonat e mija mi kalon jasht. Ah, jo mër. Bro, ky më tha, më shko mi mor senat naltën të minu saj mi kalon jasht. A qonta po bojnë ka që si zonë a i e thot mishtini. Shko merri supply-at tash. Që ta supply-at. Okej, me hunger Çakmak, shkrepes. A je gati po thot është një rrugë shumë e vështirë. Valla jam bë gati që disa vjetë për qëtë punë. A muj me ta bo një foto për ty për një raport i hetimi. Mu së më pëlqenë fërt foto ta më okej, ajtë bëma një. Se du na me ik tash. Qa, Viktor. Ajde vesh të ta bëj një foto. Viktor, po do kësh bukurash. Bukurash po do kësh Viktor. Tash e kirat të i ton. Edhe tash se sa bukur ke dal. Viktor, ko gja bukurash. Bukurash. Shumë i bukur i e Viktor. Ajde tash e ikum. Shipe. Valla me shku këta që bëjnë qësi shipe vullnetar që janë të qysh bravo i kofta dhe sidomos në këtë farë stoije shipe, në këtë farë ftofti. Ama normal, ky qatë shumë po dënë me ditë është Korjas, ky une dhe me thonë Aleksej po dënë me ditë që i ka ndollë që ato në njerëzve. Unë njëherë ku menu mos është tash ky Monte Everesti, se edhe në Monte Everest shqipen do trupa që dëvdekt, që i kanë gjetë Monte Everest. A mon kjo ku ka me një kodër tjetër. The meter indicates your character's cold level. Don't let it get too high. The freezing wind of the rural mountains can cause hallucinations and even death. Me pos kujdes po thë se që tu kur t'janis kje metra me qku të lartë i bjen që jetu uftof. Shumë. Mun është me pa halucinacione tha ose edhe me vdek. Mun është po thot me e maru e një campfire për mundëzej në për disa vende. Se kum dit. Qa ku e posta dhe me thoni campfire? Qonë ke letër, me? Okej. E qysh mujna me maru? Okej. Okej, tash ma mirë po thot. Ta përdori po thot për me bo një foto. Me ja bo fotin campfire-it. Okej. Kita po dojnë mi mojt këj kujtim shipe këto fire foto. Viktorin. A për Viktorin e pas ke pos, ha?
Hajde Viktor, po ecmi se po na kapi ftofti, hajde. Hajde Viktor. Viktor? A je gati? Bën e foto po thot? Te ka foto o the hit point. Që qiton? Okej. Unë e qita parë së këton foto, po s'ka ndosh me qit prej jashtit. Kinë se ku e në nëzej. Mirë. Më thonë apet po doj ka kuj me arë më nëzej pak. Dujna me ecë. Gjenje apet në event po të sigurt edhe mujna me vendus kempin ati para se të bëhet mbrëmje. Dhe më thonë që kjo është veni një që tu ku qaj grupi ka nejt paka. Po thot. Gjithashtu mund e shpi po thot të disa fërkem rrugës, disa litara dhe kësi kungja që i kanë vendus ata mropa. Dhe më thonë ata të vërtit që shqipe. E qa po mendon ti që i kanë ndodhë aty në të vërtit? Duhet me pas në shpjegim. Valla, lo, s'ka përgjigje. Hajde po ecim se kena shumë me hesatin. Një ke Viktorin. Dhe me thonë shqipe, as ky nuk konto e dit për të që i ka ndodhë aty ne. Apo thëmëne, a kanë vdek për të ftoftit, për shamo kanë jetë ati nalt. Ai normal shqipe për të ftoftit mundesh me vdek me të kopë hypothermia. Po apet kur i ki ftof shumë mundesh apet me bot dishka mundëzej. Ose gjen na i shtëpi, sa te na s'ka shtëpia mo. Dishka ata po thënë që kanë pos tenda. Që shqipe, për që ta kungjat, për që ta senat po thët kjo që e në të vërteta. Që i kanë vendos ata kinse. Për mës me u për rrugën. Që shkesht ju thonë shqipe. Kur ata i kanë pos tentat, kanë mujtë për shembull me unëzej aty një letër. Kur u konë notë po thët jam nga gjumi prej një prej një zërit. Ska qenë po thët era që ka frin. Dhe shka ma thellë. Sikur dikush tu hec. Sikur dikush u shkon tu ngrej diçka na i sonj ose diçka dhe më të madhe. Jam qunë e kom dole jashtë tentës po thët me një flashlight, mirë për gjithçka ka qenë shumë qetë. As hapa s'ka pos për toke, as fërkem, vetëm një zonë si eko në kryt tem. Ata tjerë që kanë qenë me mua afër kanë thonë se s'kan dëgju as një sen. Mirë po Dmitri është sill shumë çuditshëm pastaj kur e kom tregu në çet rast. Nashta edhe ai e ka dëgjuar si unë njëjtë edhe ka pos frikë për me tregu e të vërtetën. Dishka po ndesi kur është una njek dishka. Bro, po shkaj mërë ky? Ej, pritëm. Dhe më thonë që ta letra qipe ko kanë interesant, se po duhet mi lexu ka njëherë. Edhe se po na të regajnë edhe ngjarjen. Bro, ku kushta gurit me bon. E dëgjova dhe unë në një zonë i shipe valla. Bro, e dëgjova dhe unë në një zonë. Një zonë, sigur... Bro. Koku qfar ftofti, Që apet që i pedha që do një kunsh, një kësi. Oh! Bro, pasha zotin po është dishka që ati nalt. Si asi gjin. Me dzeza, qa me thirë më shipe. Valla po është dishka i shipe dzez. Këthene kamerën, këthene videon muni me po, bro. Oh. A kemër për një me mos më bonë syt. Viktor, ajde ma shpejti. Ka pet edhe një kësi shibe. Uko bro. Ton kjo koder. Amo s'kan fajo shipe këta. Infrasound, generate by the way. Dhe me thonë që kjo zoni po thot shipe, zoni i keq. I kodrave, që ke i stois. Mundet po thot me kriju e panik. Atë sulm zemër. Aha, jo, ti po thot
mos fol shumë po thot kur je tu kalu knej. Se po thot, a din munësh me myt vetin. Apo a? Bro, what? Dhe me thonë kur del onash si zonë Shqipe, nuk bën na me fol shumë. Homer Viktori. Ua Viktor Gjonja. Ua Viktor Gjonja. Bro, ku je ti mërë kjo budal? Ec mërë se pëna ka pa hipothermia mërë mut. Që më ku ka jet atje poshtë? Pa për mpresesh mu me ardhë me fol me tyja, po ti jec? Po pas ka ndash me fol me ton, a unë e kumez dhe atje nalt. Qyre mërë mu pas ka prit. O njajt mas këti unë e të rej pro Shqipe. Se kur po jetë shko mune ma shpejt, pas taj po jetë këmë ropa. Dhe me thonë kur të mu shfaqe Shqipe kënej, mikrofoni nuk bën me folu ne. Kështu që kur del mikrofoni aty, mos u habitni kur nuk foli, adin. Se duna me mshil gojen. Që tu pas ko kanë si dy shtëpia praktisme, bunar. Që tu po thot është veni ku i kanë gjithë trupat e parë. Vetëm poshtë që ati poshtë asoj peme. Ofër flakës. A mo këtu pas ka pitëm kryqa, a që tu i kanë varrosa? Jo, po thot, vetëm janë si shenja këto kryqat këtu. Ata janë gjithë, po thot, gjysëm lakuriq. Pa atlete, pa papuqe, thjesht, adin pa tu. Si kur jenë konë tu ik, po thot, në panik. Në qëtë ftofta, kush ish zhvesh, në qëtë ftofta me dali ashtë. Adin, disa thënë që ka pas hypothermi, do po thënë që do s'po menen që ftofti i ka myt ata. E këto kabinat këtu të kujna janë, gjyëtarve, po, kanë qenë maja gjyëtarve, mirë pas kush nuk vjen më këtu, që disa vjetë. Ky vend është i praktistë. Ata thënë që ky vend i ka ndryshu pas qasoj natët që ka ndodhë. Disa besojnë se kodrat janë të mallkume. S'po di as qa me besu mo. Gjithsesi duna me ecë. Vetëm duhet me qitë një foto, për thëmë pritëm. Okej, ti qas qëta dy kryqat në foto. Imaginani kur del tash dishka të këto, të kja foto. Jo. Okej. Që tu ku kanë gjithë që për trupat e parë, bro, gjysëm lakoriq. Qaj të full me? Që ku pas ka një kësi, ajde ta bojna një campfire, Qa më këzon? Damn, qa ke ky sen, po thot. Qa ndodhi më kështu? Qa i na mrena unë? Bro, që ai burri ku ka jashtë? E që shina unë e mrena, qa u bon kështu? Halucinacione. Heja, je mirë? Po jam mirë, vesh pak i lodhër. Merë kohën tone, mos tanin. Më të regë kërje gati për me vazhdu. Vesh pak, se duna me ndez një zjarë që tu se jam shumë keq. Duna me unë zëj pak. Una me unë zëj pak. Valla nuk o desht as me marë që të uthimon e me shku me këshyrë. Nuk o desht i qipe, po ky po në shumë kërjes. Me ditë se qa ka ndodhë dhe që. A po dan me ditë qa ka ndodhë?
Trejna pak që do të flaka derisa na ullët pak qaja shipe unë është. Ose di bro, nuk është të na shku të poshtë. Ah, po, është të na shku, okej. Okej, bese qena mirë, në ka upa ja. Tash mujna me vazhdu shipe na. Ej, a je goti për me vazhdu? Po. Ikum. Vazhdojna. Qyshe vrejtet edhe ju shipe që aty ma erë që mdu që aja si halucinacion. I po më 2 trupa që aty në tokë. Të zhveshur. Edhe me një gjendje katastrofale. Qa jo për bën shipe që të ngjarjen me të vërtet për bën shumë që dishme që une. E qa për nalët bekajrë muzika. Unë nalë këtë muzika. Okej. Më thonë po bëndë tashkin se po vazhdojnë këta po ecin apet vetë. I don't know what's happening in this place. Was that a vision? I saw their bodies lying buried in the snow. I will go all the way to uncover the truth. Qa ke ajo po thot që posh une, a ke një vizion? Që ata trupa që i po në tokë. S'ko mu nërë, tha desa ta gjënë të vërtetën. Nota është ma i keqe shipe se ditën apet stanino bro, ama notën shipe gjithë edhe nota gjithë qysh është ma i keqe. Për gjithë shka, sa i përket horrorit. është pak. Ku është ai? Që tentën e pas na qit një tent. Që ky? Që ky? Kjo flaka që kena ndez nuk ka me nejt të natën e ndezët. Adhe na duhet ma shumë drun. Okej, vesh pak shketa shyri. A ka drun qëtu? A mo rej afer qëtu? Se kjo veni ka shumë senet fshefta. Edhe njerës, gjithashtu ka. Okej, se vi. Gjej po thot drun. Që apet një letër. është një vend, është një shumë i çuditshëm. Ka diçka shumë çuditshme me këtë vendin, po duket sikur diçka është në pauzë, që heshtja nuk është normale, është e rëndë, jo komforta, sikur ajri është tu dëgju. Ka një herë po i dëgjojmë edhe emrat e turn tu na thirr. S'ku mujt me fjet. Bro. Shtu me të vërtet po të shtin ma shumë e thot shipe kur qyt me të vërtet jem të e një shipe dhe une. Me të vërtet jem të e një zonin që dikush me të vërtet është të më thirë. Okej. A për një zonin shipe? Të më thirë. Okej, besoj që e mjaftueshëm. A tha mjaftueshëm, okej. Kjo heshtja këtu është shumë e rëndë se që shekum pritune. Që shekum menu. Po më pëlqen. Disa thënë se kjo heshtja është rruga e të vërtetës. Që besoj që jena mirë në të shku. Okej, vesh pak se jem të shku në larkë se po më thirë natyra. Me shku me bon urinën. Me shku me bon qiqin. Ajde ta bojna shipe zemrën. Ja s'po muj me bon. E kryta. Po këthejmë tash. Rrej që aty se që kjo komu ka një foto shumë e mirë. Mere kamera. Ku e ka mërë? Ajde. Kjo po t'lot ka me këtë kamerë veç.
Me qitë në foto Viktorin, po thot që është duke nejt të kempi këtu. Okej, gjithë shka mirë, po do këtë vetëm najherë shipe kur t'na del foto, ja, dikush tjetër në foto, aty me nejt të nejt. Oh, e do gjovanizojnë shipe, pasha zotën. Okej, nesër kena me hec më thellë. Okej, atër për shkoj pak me fjet. Okej, flej mirë, sepse kje kodra nuk flen, po thot mirë, po ti duesh me fjet, natën e mirë. Ajtë bëllë më se na lodhe me këto, jo kodra flen, jo kodra fol. Ajtë mos na lodhe me këto kodra, ku pa fol kodra, as nuk, nin as nuk, a për me lovizë, di që lovizën. 3 gjysi pas mes natës. Mos më të që më ka dollë gjumi natën më tash. Ka dollë gjumi edhe duna me shku jash me këshyrë se ku shato bo. Të ecë. Jo mërë dikush ka arë të ten dhe jem që komat. U shumë mërë kërë, Viktori? Viktor? Hej, mos rrimër aty se pëftohër se ftoft. Që po thot për këtu, shëkshyre. Bro, zbesoj. Që mërë një me s'ku ka Viktori, shipe të kja tenda vetë. Që mraj Viktori? Viktori me gjak? Që e të bu më këtu më njëri se ki mufto? O mërë Viktori kë? O, këtë gjak? Që u bu mërë? O, pa do me myt! O, Viktor, o kloshar! O, Viktor, që e të bu o majmut! O, O, no, e ondrës. E, thot me ishtin një rëp, thash Viktori. Valla, thash Viktori, shipe. A e u dëk burri mirë? Që e mërë kukoka, o pas ka bo më në gjes. O, Viktor. E, thot me kështin mërë. A ke fjet mirë, po thot se ky tofti më në gjeset, shumë i mirë është ky farajri. E ku pas një ondrë që dishme be, si kur ky veni me të vërtet është të lyt me menën teme. A, valla mundet me të kriju halucinacione, vëllat. I po është edhe nja 2 kryqa që tu? A kanë qenë këto pjestar që i kanë vendos? Po, edhe 2 trupa janë gjithë që tu. Por, në ryshe prej aty në po që kanë qenë gjveshër që ta që tu për thët, kanë pos roba vesht. Mirë pa, apec kanë pos mjaftushëm roba për me e majtë këtë ftoftin me përbalu. E pse ti as njëherë s'ja ke thonë emrat e tyne dhe i tash? Nuk bën, na këtu e kena një rregull se s'bën mi tregue emrat e atyne që kanë vdek. Se nuk du na mi pengu atyne që kanë vdek. O, merë një kafe e kom bo për ty. Okej. Faleminderit be Viktor. Faleminderit. Valla, mirë e ki. S'bën mi o përmen emrin.
Shumë e çuditshme shipe, shumë interesant si lojë, ndërçish kur po menon se çish kanë mujt me vdek. Për rastën e vërtetë jam të fol. Aja ka bon menën dikush, thjesht adhin mendja tyne ju ka bon kinë se jenë të bon diçka mirë, të e myt dikon. Okej, tash po vazhdojna përsëri. Edhe këtu po e shojmë gjithashtu një tent tjetër me pasam ka tut me një letër. Kje ku më konë hyreje me e funit, s'kena ushim mo, as uj, ftoft. Bro, që ta letra që në shkrujta janë njerëzve të vërtet, që tu është veni ku e kanë gjithë ato i shtrim halo për toke, sikur kodra ja ka marrë frymën e ti të fundit. Për kënë e ki fjallën? Kushon aj? Që po thu Kushon aj? Lideri qaj që i ka thirë ata, adin i ka drejtu, jo i ka thirë, po i ka drejtu. A, e ka di qaj lideri që kom i prit aty në atjerta? Nashta po thot. Mirë po nuk i dijet. Okej, hajde po ecëm. Po dua dhe me qitë foto po thot që të kryqin që tu se kam qef mi mojtë si kujtim. Kam qef mi mojtë si kujtim po thot ky. A mo interesant për Shqipe në gjari e vërtit kur ton shikja. A mo rrini Shqipe dhe në fund video se normal e dini që na të regon loja dhe emrin e vërtit që se soj në gjari, sa pastaj e shikajmë. Okej, mojna me ecë tash. Mojna me ecë miq. Mojna me ecë miq në këtë ftoftin e... Pa, qka po blokohesh mërë që aty hec? Unë ja e tonë e po ecë e mas teje bro, se ti shumë i ka dalë sham. Adin? Kishë mu Shqipe ky me vrapu, ati sa shpet kisha hejcuno bro, po valla. Dhe ky po ecë pak ma ka dalë. A mo kogja kodrat mloja e. Ose ka hongër mër naj arusha naj sen Shqipe. Jo be, mu kon, adin që a thomë në Shqipe, mu kon që i ka hongër kofsha. Për shamu naj leopardi. Ha, që po më këto? A, funi. Funi rrugës. Mos kena i mër gabim. Shifni? është funi rrugës. Ski që një letër. Rruga po shihet se është tu bo apet, është tu përsërit. Kur kena ecë po thot na, se kur na u ka shfaq apet e njëjta rrugë, si deja vu po thot. Që shkena me kalu në tash këto. Dujna me hyp po thot lartë. Unë po thot ta lidhe tash një litar të këtu të belyt. E në qovë se une bi pinaltit a umana i litari këfar tërkuza meri këta sakicat e aklet, sepse kyftofti mundet me na myt ma shumë po thot. Po duk mi shipe nalt na me yp. Okej, ta marrë mi këtë farë. Që ky litarin është e majt. Okej, ajtë se mund është me ja dal. Ama unë shumë nalt. Oh my god, shipe. Që ku është aja tjetë unë prit. Vetëm a nena pas na me dal. Ka una tjetër. Unë e menova thash mos duhet lartë me ju po bro. Po duhet vesh me kalu kënej. Bro, me bo me ra pi qëtu. Une zdi se qanë të më prejt poshtë. Qep, edhe pak miq, edhe pak hoq. Edhe pak.
Edhe pak edhe mirë o puna. Apo që ato koka të mojt a i litarin për me ronë e pusht më shpëtan, po që shkime shpëtu ti vjen bashkë me mu pusht. A din? Qo bo mërë? O, rosh O, rosh O, rosh Për ke space O, kështu ro, ej, pa shaj rëp Kështu ro, ej Ma i mërti atëfar përkuze. Okej. Bërritëm shipe gati. Okej. Kena më bërrit shipet e mija ma në fund. Që edhe litarin. Ha. Ja, ky sa shpet po s'kam rej. O zëta je mirë. Po pëtëm se fshita pak, a mo t'i ke të mojt mua po. Po, normal, unë s'kisha lon të mero poshtë, adhe se ishe vdek. Hajde po iku, pëse duhet me shku me unë nëzeti ku. Pa tjetër, qëtu po nëzina. Hajde shpejt. Në qëtu ku ka një shpel. A pet edhe një letër. Okej. Këtu e pos kanë shku gjashtu një letër shipe. Ku pos kanë full, si shoqni këta, që po pushojna që që tu kinë se të që kem fajri, edhe nesër me ndajmë a me hinte që kjo shpella a jo. Shkrujti që e letra, se i rash shkurt, adin kështu. Okej, të nëzejna pak që tu ne. Jena nëzej. Tash po shkojna. I veshën shto e këshirë që të shpellën. Oh, kjo po dënë me i direkt. E që dish me kjo shpell, as nuk është në hartë e shkrume që egzistan. Do është me mësu më Mr. Alexei, se senet në ndryshen këtu. Nështë po dënë me bo foto që të venin, a? A po dënë me i mrenë, as po ki qef. E që ako dë bëj me këtë shpellën. Ku gjonë s'ko të keqe me këtë shpellën, por mrena ka vetëm irsirë. Unë e pa i mrejna, po kam qef me këshyrë se qka ka ndodhë të qata. Ki kujdes, unë e po të presë që tu ty. Aha, me qitë në foto vetëm hyrjen. Oh, okej. Vetëm hyrjen, ta është 100% kom me dollë të shka. Okej, po sen s'pos ka mrejna mërë? Vetëm irsir. Këtë drum. Kaset. Jam të i një dhe zona shive. Dhe zona si kur po më thirin mu. Oh, fare ersire. Si fantazë me zez dull që du. Po s'ka simbolet që diqen po thot të ky muri, kush i ka vizatu këtu?
Nuk e di qa ndodhe shipe që aty që im qova unë e murit me krye. Se unë e kesh që qaj djali. A im qova murit me krye për një me, a vetëm mu dëk qashtu, nuk e di. Amo e frikshme kur për menon. Ma mirë po kthejnë atash, po thot, se kam një ndjenë si kur është më shiku diçka, po thot. E jo valla rritash. Se do shte me nejt njëherë. Rritash. Një person me dritë, ku shumë kë? Viktor? Oh, Viktori më koka? Bro, alucinacione jem të po. Që më skeletat për toke? Që të ndodhë më? S'po du qipe me fol ka njëherë. Bro, ke kodra shpella. Po i qetë sytë, si kur jenë të më shiku mu. Oh, që ka ndodhë mërë mu? Që Viktori ka ardhë me më shpotu? Damn, ku menu se ke vdek, po thot. Që ka ndodhë mërë? Do gjova se bërtit e ti. Kur erdha këtu, të po që e koni shtrim për toke. Une, mu dëk pëse të po është i ma i rët, o Viktor? Ah, ne, sa arraje. Ajde po dalim piksa shpellës. Valla mër Viktor, zdi qa me thonë veç. Ta shpe kuptoj shipe senet që dishpe po ndodhë thanë këtu. Heo be, kur pe mene që është ngjarje vërtet, zdi shipe qa me thonë, valla. Nuk di qa me thonë. Nalet flashlightin tash, ajde pa icëm. Pak mund zej që tu s'kam nevoj, pëse mirë jam, po hajt, pak veç. Ajde Viktor, qa përrejnë aty? Qka me këtë ven, o Viktor? O, këta kodra e fshin një sekret. Ja dhe kur mos kanë mu zbulu që ata sekrete, që 30 vjetë po të është, pise ku mordhun e këtu. Unë e nashta si sha këthy mot që tu me ardhë me këshu këtë vendin. Por vetëm shok i teje, kinë se erdha, adin. Gudzim me ytë po thët edhe që ke dosh patet e mërë këtu, ku mordhune. Por nashta sun kime mujt me gjithë as përgjigje se qka e tu kërku ti këtu. Se kërku s'ka mujt me gjithë përgjigje. Nashta ki drejt Viktor, ama unë e kom e shku dejnë fund. Se nashta ka dishka bro këtu që mujna me gjithë. O ne atë prajde po vazhdojna. Këta gjojmë një vend ku me vendos një kem po thët. është pak të nxejëm që tu. Se besoj ka me mu dasht. Okej, edhe pak. Se ta shenzojna Viktorina. Mirë është. Atër Viktor, po vazhdojna na. Po gjatë do senet që dishme po ndullen mër Viktor. Pasha zotin e malë, s'po di qa me thonë veç. Një zonë shqipe po njët të fol një person që po të regon për Mikailin. Një person që po thyrët Mikail që dëshka nuk uon në regull me ton.
Shot e bom këtë muzik. Ti e bom qëtë muzika? Që po di kemi ro kësoj. Hajde të hajnë ana që to pasull. Shumë e lezeshme. Na knoqe për miq. Knoti knone po. Ti knone po. Qy koka mish i lopës. Njam. Allah shumë lezet. Ti vesh bën muzik miq, vesh bën muzik ti. Se na knoqe. Na thejve kjetë na knoqe. Gjysh jem po thot, ka thonë se zoni kësoj harmonikës i ka friksue shpirtrat e këqij. Valla mirë po ti ke mirë o asaj. Mirë po katastrofë për ushqim. Qka as, po të pëlqen ushqim ja? Ja, shumë e keqe pi thonë. E qa ke priti këtu me dhonën e pizza? Në që se mujna me mbje tu këto thim, pi thëmë une ka me të bleti pizza. Bro, pasha zotin dishka keto lëviz qati nalt. Nuk u dëk si njeri, u dëk si kur druni, lisi janë të ecë. A besoni shipe si kur lisi janë të ecë o bro, adi si katror, si s'pëdi. Jam shumë i lodhë, po thot jam të shku mushtre. Edhe ti, shka po shë? Okej, une s'po kam qef me fjet, po kam qef pak me këshukni, mos po gjoj naj fakt, naj sen për qata që kanë hub. A i kryte qatë ushimin që e hongre? Ja, jem të e gjujt pi thom qatë ushimin, se s'mo pëlqen. Okej, natën e mirë, mos shkoj shumë larg kempit. Natën e mirë. Nuk e di, a ka ro me fjet ky? Po s'ka ro me fjet shipe ky. Mere kamerën. Edhe me bo explore pak. Okej. E gjova qatë letrën. Ha bojna pak explore. Qa më kësen? Si loj... Oh! Si camp. O do këtë shumë i vjetër që këj kempi. Okej, ta qesmi në foto. Okej. Bro. Okej, mirë. Dhe sa u shfaq fotoja mirë. Se thash e thot, po do këtë. Apo më do këtë tonë si shpirë. Qaj që qati nalt? Shkënë shibe? Që qaj qati e? Po do këtë si shpirt. A? Okej. Nuk e di shive. Okej, mirë, nuk bën me qitë këto në foto. Do na me qitë foto, po thot që qita tentat. Okej, mirë. Bury tents. Që qita do na me qitë foto. Gjithashtu edhe një qonë qenë ka qito, bro. Okej. A unë shmirë mërë? Bro, e qita mërë foto? Ah, po mirë, okej. Edhe një letër qëto. Qa po shkër, Nikolaj e ka hup. Aja ka njës me kish, po thot edhe me, e godit me kok, po thot murin. Kum dosh me nol, mos me bon qaton, pa i ma ka kafshu kraun. Aja më ka thuj mu, kur jena zgjupi gjumit aj mo nuk u kon këtu. Mirë po fër kemp se ka icë aj na ka quë larg kempit. Aj ka ik.
Edhe na besojmë se diçka e ka thirr ato. Bro, diçka e ka thirr. A ju ne jam të po diçka që atje shive, amo nuk e di a është si shpirt, apo okej. I kena qitë 2 foto. Tash po kthejna. Jo, me që qiton foto tash. Që të campfire që është fto. është prish, është akull. është ngrirë. Krejta senet be bro dojna mi dite. Para mena kjo djali, që të sen dën me qitë foto. Ta provoj edhe njëherë. Që edhe Frozen Campfire, apo thot për qito mërë. Që Campfire që kjo është bro. Ta provoj. A është tash mirë. Imagina me më thonë ju. Mirë. Që këtë flen tash po thotë se është shumë ftoft. Valla, po shkojna me fjet e me të pushu mirë se u mërdhenjëm. Si mos më vjen apet në kush natën ose me po në janë tërtë keqë shipe. Që apet natën, mos më thuj që më ka dollë gjumi tash apet. Ku be bash natën, më del gjumi 2 natës, ej. Son shmërura të unë tash. Që në shipe son shtora? është 1:21 i natës, po është e kthy me kështu kamera. Dhe me thonë 1 i natës edhe të une. U kanal po thot flaka shipe jashtë. Që shkëta ndezi po thot se kena me u mërdhenj për të ftoftit. A është ky këtu? Viktor? Homer Viktori? Viktor, ku ke shku? Viktor? Ma be mos më tut be Viktor. Mos o bën pis. Mos o bën pis mashko, pis plak. Ma be mos o bën. Qa më kësen? Bunker? So kon ky ma herët be? Ta që e son foto. Amo normal qipe që ky bunkeri nuk u kon që tu kur kesh une para se me ra me fjeta. A manin men? So kon. Por kur t'ka një Viktorin që t'bunkerin me shkuna ashta me eksploru se qa ko poshtë. Duhet u nini zhurëm si kur pema u thy. U prej. Qa janë për qëta zhurëm a be bro? Duna me gjithë Viktorin. Që mërë Viktori ku ko ka atje? Viktor aje që jerëm? Viktor... Oh, më ka... Qa janë më këta? Qa ky zonë, bro? Po lëvizin pëmët. O, shive dikush o të ecë për toke. Qa, dishka është të ecë për toke. Duna me qitë në foto me kështu qa është. Vra po thot. Ku me shku mërë? Wow! Ku me shku mërë? Holy shit bro. Okej, nuk duna me kështu në bro pa shipe iq.
Se në qofë se shikajmë mbrapa ajo më kap mu, kushdo që është, 100% jam të pa ondër, 100% jam të pa ondër, që kjo është ondër shqipe. O, po dënë me kësy pinaltit. Arosh? I no longer know what's real, or if I even did. Nuk e... What am I really searching for? As nuk e di se çka u kon e vërtet, mo se çka s'u kon. Is this my end? Or merely the beginning? A është ky fundi jam apo veç fillimi? A jam të e di se çka jam të kërku në mas pari, po thot. Besoj se ondër u kon që kjo shive? Me një me po më thot se normal. S'kish mujt. Tën këta zona veshtin të mdhim ta, besëmni. Ku jem më ashtu? Oh, ko kësh naftu, ej. Oh. Jem të zvarrit. Bro, got, jam me dik pi hypothermis. Ti, po, që qaj ti shkëmbit gurit, mund zej pak. E qysh erdha unë dhe që tu shipe s'pa kuptoj. Më të menu se ondër po më duket shipe qatë shumë kom po halucinacione sa që më kanë prun dhe që tu mua den. Jam të e po dika në shtu ecë, që atje? Viktori! është ardhë me një qontë, apo... Mu është të më lypë. Ha, po s'ka ndez një zjarë. Po kon Viktori se? Veç ma po s'ka ndez një zjarë shqipe dhe... Unë e kosh na vetë që të nëzej. Viktorin s'jam të po. Ha. Okej, ti me shpak të nëzejna që të shqipe? Një letër. Aj nuk flen. Aj kur s'ka fjet. Natën e kalume, kur unë e kum shku me marr ujë, e kum po aton që u kon të fol me dikën tjetër. Mirë, po najna kon veç vet. Ajo kon të pushparit me një gjuhë që s'pëm kujtohet. Aj kur m'ka po mu, vetëm ka buzëqish. Një buzëqeshje që nuk ekziston këtë botë. Okej, vetëm pak shqipet nxejna edhe pak edhe po nisna. Që shumë interesant edhe shumë çuditshëm janë të ndosë sajnat, sa që s'po muj me ditun e bro se ta a kom i marrë? Jo. S'jam të ditë ku është Viktori e ku jam une. Që marrë kjo? Viktor? Ku je mërë bro, se që më ka ndodhë mërë mua, më të regën mërë dishka mërë që më ka ndosë. Mos më dhoj që i kum rapi kodrës, kum rëshit të poshtë në përbur. A je mirë, damn, ke rapi nalt, e dita, ke rapi naltit po thët. Ku je kompi thëm ti? Dishka u kon të mjek mu mbrapa. Dishka është keqben këtë vendin këtu. Mu ka dosh një ko vet po thët me nejt. Natyra më ka thirë. Në që se pedin se qka po me nej. Kër unë po thët jem këthy mbrapa, e kum po se flaka vetëm është nalt gati. Edhe ti ke ik. E ka fjallën shqipe? Mrom që jem qupi gjumit une. Që kum dosh une me ndis zjarën. Që jem kon une të e lyp këto. Kë ku ka kon tjetër ka. E pastaj mu Pithan pasha zotin, po dikush të betohu mu kon të mnjek mas. Atë kom thonë Mr. Aleksej, se që to kodrat pshej një sekret. Edhe, a peshen, nashta dhe na nuk e na to e kuptu se që i ka ndodhë që aty në alpinistave që kanë qenë ata ma irat. Këtu, ma mirë është na me ik pi këtu. Unë s'po kam qef mu kon përgjegjes për vdekjen tone. Ja, nuk mujna me shku edhe pak, po kam qef me vazhdu.
Po kam qef me shkue te campsite i funit i atyne që kanë qenë këtu. Po kam qef me po se çka i ka ndodh atyne, edhe çka ka ndodh, që ata kanë thonë, "Ok, po kthejna na, din po du me ditë pse." Botës i nevojitët njerëz sikur ti, kaq të guximshëm. Që shaki me më qut deq atje. Viktor, a je mirë? Merre çontën se nuk jena shumë larg campsite, që çatje çaj unë tash. Okej. Atëherë, me shpak ti edhe pak të nxejna që tu vetëm pak Viktor, me shpak më vyjnë edhe pak. Se nashta campsite se adin mujna mu ngrin shi për rrugës mujna me dek. Okej, besoj që e mjaftueshëm. Edhe, ajde, Viktor, mujna me vazhdu. A je gati me shku? Po. Ma mor menja që ku më ropi nalti që pe ku më rshit të poshtë. Edhe i kuf shalfar që ti Viktori që më ka një mu shipe se unë e kisha mujt 20 e di ku isha kontash. Të më hongër ata leopardat e borës. Ose ujqit. Amo me të vërtit tash pe kuptej unë shipe se që ka mujt paka shumë i ndoll atyne. Amo tash se na dej tash e na kon të menu për loj. Amo a e përmenojmë tash për njëtën reale, ngjarje vërtet shipe që ka ndoll. I should have died out there, but something kept me alive. Maybe it wasn't mercy. Maybe it still needs me. The cold was never the real threat. Something deeper is waiting for me at the top. Po thot, unë se qysh kom shpotu, po thot, diçka më ka mbrojt mu. Edhe nuk është po thot i ftofti që po na kërcënën ose po na bën neve mu friksu. Jena shumë gati fundit, po thot, me shkuat e nalt. Unë shtu bon për thëm shumë ma ftoft edhe pak ma vështirë me marrë frym. A i to i dëgju edhe ti zonat apo? Zonat që pi bjen kjo fortuna, stoia. Që jam i sigurt, ky veni me të vërtet po ja pitrollën njerëz. A ke gjithë po thot se a ke gjithë ato çfarë ke kërkuar këtu? Me tregu drejtën, jam shumë konfuz, më shumë se kur. Që ka për rreth, gjithçka është e ngrirë. Janë disa sene që kur s'kan përgjigje. Ka rrugë që nuk duhet mi njek. Nxejo edhe pak të flaka edhe tregon kur je gati më nis. Valla me tregu miq, po nis na me njerë se gati jam unë. Gati jam miq, hajde. Pase kena më rënjë dhe që tu, po vazhdojna. Valla be kokë edhe ti, po gja një burr i furt që ke pranu me orë bashkë me mu, edhe me e kuptu se qka i ka ndodhë aty në të vërtet, ose a kena me kuptu mas pari se qka i ka ndodhë aty në. Ky po shkon të poshtë. Që nej, po a kena na të poshtë me shkua? Që një kryq. Që aty po thot kanë qenë alpinistët e fundit që e në gjithë vdekur. Bora i ka kaplu ata, që edhe ata e kanë orë mi shpotue, e kanë po shtirë mi gjithë se ku jenë aty. Ka pos brinjt, thym, kocat thym, si kur e në konë të luftu me një ari. A ka aria në këtë regionin këtu? Jo, nuk ka këtu, s'ka kafshtu që hesin, kënej ka kja kodra. Ajde ikum se gati më rënjëm atje, vesh pak ta qes foto që ato. Që ati posh ku kanë gjithë shqipe trupat e funit që kanë ropë pinaltit. Bro, kur pe me nëj shqipe se që kjo është gjarja e vërtet, zdi bro qa me thona. është me të vërtet edhe mu menjen është të ma lujt. Se di ju që ka menon i shqipe amo, kur pe shikaj që... Okej, ikum. Ikum. Qonë kysen? Edhe një letër. Sot Nikita ka thonë që ka gjetë
do fërkem çuditshme në Borë. Sikur kom që ka hes dikush. Mirë po të shkuën në rrugën e gabuar. Ska aj nuk ka dosh me shiku. Aj ka thonë, najna vetëm mrenda mo. Qa ka menuaj me qatë fjallë? Unë mo nuk po ndjena i vetmuar. Edhe pse jam. Po ngecë e mërti, ej. Qysa interesant po bon hapat. Mër Viktor. Ma la fjallën gjynës mër bro. Okej, më dul shipa pet një vizion që shë vrejtet edhe ju. Që shpesher jem të po qasisi figura, fantazma që po dukën gati gjysëm të padukshme. Okej. S'bën me fu. E pse be s'bën me fu? E qa ndodh me fu? Okej, vetëm do është ta shipe me kuptu se qka ndodhë në që se fol. Aha, okej, veç do është ta me këshu shipe qka ndodhë në që se fol. Okej, ta shmojna me fol shipe. Dhe kur po kalojna ka një vend që aty s'po bën me fol se po thotë në që se fol. Vdekish, kënë se preja halucinacioneve të forta. Që apet. Bro, qon... O, bre, so dash me fol, nuk e dita, bro. Se dita që s'dut me fol. Viktor? A mu i me fol tash? Hajde, se dush mu qu, Viktor, qu. Bro, a një me ka dik? Viktor? Shpak qa... O, jem po e ngrej Viktorin. Dishka nuk është që e Viktorin të një vend sigurt. Son shtu... Son shtu jep shenja jete. Qa i ndodhe Viktorit? Na bro, që shkem to ec? Këtë thjesht është urzu për toke. Edhe pastaj asë unë shqipe sun mujta me fol se vdis qa dhe une. Bro, me të vërtet ke kodra, kjo veni qenë ka shqipe i qmendrë këto. Paka shumë jem to e kuptu se që ka mujtë me ndodha tyne. Por apet jo 100% me kuptu. Okej, jem to e ngreja alo. Opa, ozova. O, kushon qaj njëri që aty të shkallët? Shumë sene po dalin këtu që s'po mund është ketë me ja koptu.
Që aty ket Bro, ko Viktori? Viktor, ku je? Bro, mos më thuj që Viktori asnjëherë nuk u kon i shtrim për tokë. Bro, çajn këta shkallë. Viktor, ku ke shku? Çon ky simbol më? Po duket sikur Ashtina qëtë kasetën ta shohim shqipe se çfarë po na thot. There is no more time. They need to free themselves. The mountain demands it. The cold no longer affects me. I see with different eyes. I hear the silence, and it speaks to me. They trusted me, and now I must do what must be done. Okej, e dëgjom shqipe një dialog, një që ati personet që folke edhe ma herët, që thojke sikur po dëgjën diçka dhe tha tash është koha, tha unë di çka me bo. Jo, këtu më tha foto me qitë, më falë se nga trova, bro. Më tha me qitë që të gurin me qëtë simbolin tanë foto, edhe me shku ma shpejt me gjejt shqipe ku është Viktori, sepse qo bu mërë? U kallë fotoja. Thot me shti. Viktor? A je ti? Me sakic? A ke Viktori qaja mu me sakic? Qa më të dosh me bon kjo mërë? Where is Victor? Ku është Viktori? What did I see up there? Was it real? Qa kum po në atje lartë, a është e vërtit? Why am I still here? Se jam unë ende këtu? Why didn't it take me too? Se s'm ka quet te... Duna... Qa është të ndodh me mu? Jam shumë ftaft, duna me shku me unë zej. Amo kuse? Bro, ku shke aj personi aty? Bro, ku shon shtaj? Viktori? O, Viktori aj? Kam hypothermi shqipe çdo sekond me vdek. Por duna me unë zej. Okej, që ku është flaka shqipe pesha. Amo është kogja larg pi këtu, desa ta mrij nuk e di ako me mujt. Bro, sa lartë, ku my për... O, Viktori që ky? Viktor? Bro, sa largë është flaka. Duna sa ma shpejt me shku të qaj zjarë shqipe se...
Jam të vdek. Që ky syri që po më shikon është të dashme më thonë diçka. Po du me dit ku është Viktoria dhe çka i ndodhi Viktorit. O, nalë zjarri. O, zhdu krejt zjarri. Veç gënjeshtër ka qenë. Oke, duna me shku të qaj shtëpia. Që ma herët nuk u konë që aty. Po tash ka dal. Që i bjen është halucinacion. Kjo ketë që halucinacion është. Nuk është i vërtet as pak që kjo shtëpia. A mu i me shiku ma spari për që tu? Bro, qonë qaja e zeza për që aty? Me që ta flokt? Jem të ngrin, pa dhe duna me nejt ofër flakës për me unë zej. Okej. Po rina shipe ofër flakës, në zej na pak edhe në toj po që jena të orë në vete. Jena të orë në vete, shqipët e mija. Edhe aton shumë i natuar në vete. Okej, po rina qëtu në zejna mirë. Po të me ditë kush e ka në deskët zjarë. O më do ka posh dhe shka të lëviz jashtë? Jo. Okej, po rina pak qëtu shqipet në zejna. Ta vendosmi që të kasetën mas jena qëtu afer. Edhe ta të gjojna se shka po thot. Për dhe sa jena tu në zejë. Personi që po fol, i njëjti, prej në fillim, tha tash ka fune që kodra tash mosh në pache. Edhe une. Pa, që një foto. Mos jenë qëta të vërtetit që kanë qenë. Normal këto është, po do këtë foto e lojës, amo që shtu mos jenë kone edhe atje, po thonë, në foto, që kanë dalë këtë bashkë. Që, dhe me thonë, disa pjestar që kanë shku atje. është e vjetër kjo foto, shumë. Do më shkurën, në që saj e gjenë dë vërtetën, është fundi mo. E vërteta nuk bënet me dalë në dritë. Jo, tash. Cila e vërtet, mër bro. Cila e vërtet. Viktor? Që e të bom me sakic? Bro, a jam une i lidh që ky?
M'ka lidh. Ajo mu ne I lidh që ky. Viktori! Bro, ti po më thu mu që Viktori ka bon dishka? Vetëm pak shipe se mbetat me u kuptu tash. Amo bro, vazhdo me kuptu tash ka funi ma mirë. S'po muj me besu Viktori që kamera jeme. Shife dora jeme. Që gjallë. Edhe mgrevi tutje. Mgrevi anej. Bro. Valla shipe, a jene të ma po dhe ftyrën që e kam kështu shumë kurioze, që shumë pyetje dhe mendime kam. I thought I could find the truth. But maybe some truths aren't meant to be found. Mas 5 vite. Me thonë pas 5 vite tash. Kum shku me I gjithë vërteta, ta mo ka njëherë është vërteta, tas mos me I kërku, tha, mos me I lyp. Mas 5 vjete, tash peqet. Okej. Qa kja ardh me bo të kjo lagja braktis me shok jem? Po shkrun. Kinë se mas 5 vjete, po s'ka ardh dikush tjetër këtu. Su ka ndosh me t'lon vet, më fal, Aleksej. Kabina e Mr. Viktorit, ata kanë thonë saj ka qenë udhëzuesi më I mirë në region. Viktori. Qaj që une jem kon këtu. Aja që ka jeton në kodë nuk është njeri, as shpirt, është një forcë antike, pa ku. Që ushqejet me prezencën e njerit, jo me trupin, po me mendjen, kujtimat. Ane këne, dismandese, okej. Une kom I udhëzuj ata, edhe kom e lon dejt e fatit tyne, Viktori. Qa e të full, mër? Na kena shkue ndon. Viktori ka thonë që e një rrugën mas mirë të me shku atje. Dishka është e qëdishme me ton. Ai nuk full shumë, mirë po din gjithë shka për këta kodra, si kur ai ka jetu këtu të njetën. Nashta veç jemi lodhët ose Aleksej ka thonë. Foto e Viktorit. Veni braktisët I thyer. Një foto e për nderin e nënt këtyne alpinistave që e kanë dhonë, që kanë dedikue jetën e tyne për me një kondrat. A je kon vet ose u kon naj uzys me ty. Dhe me dhe uzys që I bebina që ta të regan si adin uzimin që ta bën. Viktor Diatlo. Jo është e pa mundur po thot. A I ka qenë po thot uzys 1959 po thot. A I po s'ka vdek që 40 vjet. Viktori. Vesh pak që pëse t'i shka. Ku shon që ky mu po m'intereson. A jam une, po unë as kum dekat e nal, adin, që to jam të dosh me dit. Vetëm pak, se tash nashta kuptohet ala mo shipe. This is just in case. I don't know what I'm recording this. I can't sleep.
feel right. I've walked this road before. I know these trails. I know the weather. But this time, it's different. The cold feels heavy, not just freezing, it feels watching. There's something out there. I heard things, stories from the elders about the mountain not wanting to be climbed. They laugh at it. Superstition, they say. Maybe it is. But there's a silence on those peaks that doesn't sleep. If anything happens, if we don't come back, it wasn't an accident. Some places are just meant to be left alone. Që ky që kanë të folë Shqipe nuk e di që ta që ky incizimi që po folë që ky djali a është e vërtet apo vetëm loj, aktrim. A është e vërtet që ky që ka folë. Se ky po thot nesër na kena me shku dhe unë jam u zysi tyre. Edhe nëse kthehemi, nëse nuk kthehemi pi atje, dini se diçka ka ndodhur. Nëse s'kthehemi pi atje nalt. E që ky që ka fola i bjen me më konë Viktori. Pro, duna me hulumtu e ma shumë për qëtë rasës. Edhe e kom kuptu, për dhe jo bash shumë. Që to po du me ditë Shqipe. Vesh pak, tash ko me hi edhe ko me kuptu ma mirë, bro. Okej, Shqipet e mija e gjeta, dë vërtetën, dhe me thonë e gjeta ju bëni me lyp, dhe me thonë po thirë ka Shqipe, 2 atë lov pas. Edhe koka e vërtet, që që thash. Dhe me thonë 1959 në shkurt me të parin e me dytin 9 hajkirë sa qësi të kodrave alpinist që kanë shkue sikur loja krejt se pak loja Shqipe i exageron pak tash po thëmë në që ka ndodhë krejt si në loj që ka kumpa une ose që shkum hec amo loja pak është loj amo që kjo që kjo ras dhe me thonë 9 që qësi persona kanë shkua ti kanë fjet në përqasit tenta edhe pastaj kanë ndodhë diçka që kur kanë shku këta me i shpëtu mas një kohë i kanë po tentat e tyne kanë qenë të prejme edhe trupat kanë qenë një aty, një atje disa të zhvesht, disa të thymë brindt qysh e keni po dhe në loj edhe nuk po dijet që kjo Shqipe ma misterioze për që të rase nuk po dijet qka ka ndodhë disa po besajnë edhe po thënë që ka diçka forcë natyrore adin se s'ka pos diçka që e kanë gjetë dikush e ka thejrë me thejk ose e ka vra ose ja kanë gjetë për fyti nuk ka pos kësi autopsi e por që ato dhe me dhonë shumë interesant që pëtëm janë që se dëni vetë me kërku shkrujnë e që ashtu edhe e shini që që ke ka qenë që pëtëm janë shpesirë ka pëlqy loja komplet që se keni shiku dhe në funa ka mos i bile me një like që i me më të rëku se me të vërtet një mon që i like ju që ju dua shumë mirë i zoti dhe shpasu i fatlim të shënë dhe gjithë mëne dhe në mirë pavë shënë të shimi shumë shpejt në video të rasë qëri bye bye